Përshëndetje Amos. Si jeni? Si po shkon Asefi jot? Mirë, shumë mirë. Pak me ato emocionet, por mirë. Janë emocione të përballueshme dhe emocione të bukura. Çfarë ndodhi këtu? Se unë pash që pati një shpërthim, pati një flak. Po, pati një flak, unë tu kam treguar procesin e bombardimit të shteteve në lindjen e mesme. Pasi ne kemi dëgjuar alarmit e fundit që në lindjen e mesme po ndodh një konflikt shumë i madh. Tek cila tema janë fokusuar më shumë nxënësit në këtë Asef? Tema kryesore që unë pata sot ishte ndotja e ambientit, që ishte fokusuar më shumë. Gjithsesi kishte edhe tema për historinë e flamurit të Shqipërisë dhe për arkeologjinë në shtetin e Kosovës. Nga cila shkollë vini? Nga shkolla Vlezit Troshi Lipjan. Nga Lipjani, sa bukur. Çfarë keni përgatitur? Shoh që keni një pyll këtu. Çfarë simbolike ka kjo për ju? Ne e kemi përgatitur turizmin e Kosovës, se sa bukurinë natyrore ka që ne duhet t'i vizitojmë dhe t'i zgjerojmë njohuritë tona për vendin tonë. E kuptoj. Është një punë shumë e bukur në fakt dhe ju komplimentoj vërtet. Sa kohë është dashur për ta realizuar? Për afërsisht nga dashur 2 javë të para që të përgatitemi për një projekt sa më të mirë dhe të ushtrojmë domethënë që të jemi sa më të përgatitur për jurinë që do ta interesojë. Më vjen mirë dhe uroj shumë suksese të dyjave. Faleminderit. Çdo gjë është shumë e bukur, nxënësit shumë të përfshirë, shumë të përgatitur. Fushat në të cilat kanë punuar, metoda që kanë zgjedhur, a janë të përshtatura? Të gjitha temat janë shumë përshtatura me lëndët, nxënësit kanë bërë shumë kërkime si në internet, po edhe nga librat, nga gjëra që ata kanë mësuar, janë shumë përgatitur të çdo gjë po më mbresa. Jemi sërish këtu, jemi sërish në magjinë e Asefit, kemi 304 projekte dhe 516 nxënës pjesëmarrës që kanë mrekulluar panajirin me punët e tyre. Të shohim se çfarë kanë përgatitur vajzat këtu, shoh që janë projekte goxha të mëdha. Çfarë keni përgatitur vajza? Kemi përgatitur Egjiptin e losht, misteriet dhe gjërat antike të tij. Duket sikur keni punuar fort. Sa kohë ju ka marrë për të realizuar këtë punë? Këtë punë na ka marrë me rreth 2-3 muaj. Ka marrë shumë punë sepse na i na përkushtuar shumë në marrjen e materialeve të sakta dhe duke projektit të përsërisur. Cila është tema që keni pasur ju për të punuar? Temat që kemi pasur për me punu ka qenë misteriuze dhe gjërat e ndryshme të Egjiptit losht, cilat janë shumë të rëndësishme për neve dhe shumë interesante. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. A mund të na thoni nga cila shkollë vini? Përshëndetje, mirë se ju gjatëm, jemi prej shkollës International School of Prishtina nga Kosova. Ju falenderojmë shumë që merrni çdo herë pjesë me nxënësit tuaj. A mund të na thoni çfarë janë temat kryesore që nxënësit kanë punuar? Meqense ishin në shkencat shoqërore këtë radhë, nxënësit janë fokusuar të drejtat e fëmijëve, mbi ambientin, kryesisht këto tema. E kuptoj, çfarë të bëri përshtypje më shumë në xhiron që bët në xhirin e panajirit? A kishte diçka specifike që u la mbresa? Të drejtën që ta punimet ishin 3D dhe ishin mjaft mbreslëndse, duke pasur parasysh që ne kemi ardhur nga klasën e 5-ta dhe ishin punime mjaft të mira, gjithçka ishte në rregull, të gjithë ndiqnin udhëzimet dhe gjithçka shkoi ashtu siç ishte planifikuar deri tani. Në fakt jam shumë impresionuar, temat ishin vërtet origjinale, nxënësit kishin punuar fort, i falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Dhe po ashtu përgëzoj dhe gjithë kolegët e mi që kanë punuar shumë fort për të sjellë këtë lloj tema kaq të bukura.